Siç ju patëm njoftuar edhe më parë, në datat 9 dhe 10 maj u mbajt në Toronto edicioni i dytë i Festivalit të Librit Shqip në Toronto, një projekt i organizatës shqiptaro-kanadeze Albanian Canadian Development Alternative. Mijëra bashkëdhetar vizituan për 2 ditë rresht mjediset e bukura të Kolegjit Humber në veri të Torontos, të tërhequr nga titujt e shumt, panelet me autorë të njohur, si dhe nga fryma e ngrohtë komunitare që veprimtari të tilla plot kulturë dhe qytetari prodhojnë gjithmonë. Në dallim nga edicioni i parë i Festivalit të Librit, i dyti me siguri përbënte një hap përpara, sepse u rrit jo vetëm në sasi, por edhe sepse sillte disa risi. Ky edicion i dytë erdhi në fakt më i fortë dhe më i fuqishëm, do të thoja, se edicioni i parë, pasi kishim përvojën, kishim mësimet e nxjerra nga hera e parë. Unë do të thoja që çfarë ishte e këndshme këtë herë, ishte fakti që ne kishim pjesëmarrës nga treva të ndryshme të Shqipërisë, nga diaspora dhe nga patjetër nga Shqipëria, por kishim edhe pjesëmarrës të letrave kanadeze. Pra kishim realisht arritëm të krijonim atë lidhje, atë urlisë që ne gjithmonë kemi synuar të krijojmë mes Komitetit Shqiptar dhe atij kanadez. Kështu do thoja që kishim një pjesëmarrje të komunitetit kanadez, kemi pasur vërtet dhe vizitorë që nuk flisnin shqip, por që erdhën dhe të shikonin çfarë ne kishim organizuar. Kjo do të ishte një risi këtë vit. E dyta besoj është fakti që organizuam në një kolegj, organizuam në një ambient akademik dhe kjo ishte një plus sepse ishte vërtet këndshëm të shije komunitetin tonë të vi dhe të flas shqip në zemër të Torontos, në zemër të botës akademike në Toronto, siç ishte Humber College këtë herë. Këtu në fakt nuk u fol vetëm për libra, që ishin thelbi i takimit. Këtu kënduar shqip, këtu recituar shqip, dhe unë mendoj që komuniteti shqiptar në këto 2 ditë në Toronto foli shqip me zemër, dhe kjo ishte gjëja më e bukur, besoj, për gjithë ne. Në festival si vjet një element mjaft i rëndësishëm ishte edhe përfshirja në organizim të shtëpisë botuese Onufri dhe Agjencisë së Shpërndarjes për Amerikën e Veriut Alb Libris, të dyja të përfaqësuara nga Bujar Hudhri, i njohur gjithësisht edhe si botuesi i Kadares. Unë kam menduar se si të krijoja një agjenci shpërndarje libri, e cila do të kishte për detyrë marrë gjithë produktit libror në Shqipëri dhe ta sjellë aty në Amerikë me shumicë. Dhe për këtë kemi krijuar në New York, e kemi regjistruar vjetë, një kompani me emrin Alb Libris, Alb Albania Libris, është libri në gjuhën latinishte numri shumës, dhe kjo çfarë ka bërë? Mira libra i kemi marrë me transport nga Tirana në New York, i kemi depozituar, dhe nga New Yorku, secili emigrant që është në Amerikën e Veriut, po të klikoj në faqen zyrtare, ai mund të marrë librin për 2 ditë, për 3 ditë, për 4 ditë, dhe një libër i cili nuk ndryshon shumë çmimi sikur ta blite në Tiranë. Pra është parë pikërisht kjo gjë. Ana ekonomike, sepse artificialisht kosto rritet nëse ti merr një libër nga Tirana. Po nëse siç neve kemi menduar dhe vepruar që të kemi një depo me libra në New York, atëherë kosto e transportit zbritet dhe kjo zbritet për çdo njësi. Pra ne kemi dashur të jetë sa më lehtë blerja e librave nga emigrantët këtu. Ju pas këtë zgjedhur New Yorkun, pse jo Frankfurtin ose Athinën? Është një pyetje me vend. Unë kam studiuar për një vit e gjysmë pikërisht se ku duhet ta fillonim. Dhe unë mendoj që Amerika e Veriut është më e përshtatshme për shumë arsye. Jo vetëm që lagësia është e madhe dhe nostalgjia e madhe është e madhe dhe pamundësia për të marrë librat është prapë e madhe, por ajo që është më kryesorja, njerëzit këtu janë krenar, janë ndjen mirë që janë shqiptarë. Ky vend i bekuar, Kanadaja apo Shtetet Bashkuara, din ta vlerësojnë çdo komunitet dhe shqiptarë këtu nuk kanë nevojë të fshihen se çfarë janë. Dhe kjo është elementarja për ta blerë një libër, sepse një libër të identifikon se nga vjen, i cilës gjuhë ti je. Dhe këtu i blen libra nuk ka asnjë problem. Kurse në Europë kjo nuk është. Unë nga përvoja juaj? Përvoja ime, ne kemi çuar libra në Greqi dhe ku nuk blieshin.
në Itali, në vendet në Frankfurt, por edhe në Angli, shqiptarët nuk duan të ndoshta të identifikohen me librin dhe kjo ka bërë që të mos zhvillohet pikërisht kjo që unë kam menduar dhe besoj kam menduar mirë që pikërisht ta nisim me Amerikan. Duhet që ai që merr librin ta marrë librin ta tregojë që ka këtë libër. Është gjë e mirë edhe kjo që u hap një librari më në fund online e bazuar në New York. Të paktën njerëzit mund t'i blejnë librat atje edhe kursejnë shpenzimet e blerjes përtej oqeanit. Duan njerëzit libra, duan të lexojnë edhe ajo tjetra për mësimin që unë jam një çik më i shkëputur sepse nuk është se ndjej në familje dhe në një gjë kështu për të mësuar shqipen, por mendoj që libri është shumë mirë që është prezent, mbase hapet në një mundësi tjetër që të hapet edhe më gjerë, domethënë online, të ketë një ofertë maksimale, sepse njerëzit avash do mësohen që t'i blejnë librat edhe në Amerikë, në Kanada. Një mbështetje e nevojshme i u dha organizatorëve edhe nga ambasadat tona në Kanada, përkatësisht nga ajo e Shqipërisë dhe e Kosovës. Nëse ne nuk do t'i mëshojmë fjalës së shkruar, nuk do të harim kur që të bëjmë një revolucion përtej vulkanit të digitalizimit të çdo gjëje që është kthyer tashmë në botën e teknologjisë. Dhe kjo është një mënyrë stoike tradicionale, sa e vështirë duket në parim, aq edhe frymëzuese dhe nevojshme në ditët e sotme. Kryesisht, dhe këtë dua ta theksoj, për shqiptarët që jetojnë në diasporë dhe në distanca kaq të mëdha, ku libri shqip, fjala e shkruar në letër mungon. Edhe për shkak të transportit, të blerjes online, po edhe për shkak të rafteve të ndërkombëtare të librave në të gjitha gjuhët e botës, ku vihet re se libri shqip po mungon. Ambasada ka ndërmarrë një iniciativë, jemi në negociata për të bashkëpunuar edhe me Bibliotekën Kombëtare të Kanadas po dhe të Shqipërisë, për të patur një raft në Bibliotekat Kombëtare të Kanadas me të paktën fillimisht disa tituj kryesor të letërsisë klasike shqipe. Shpresojmë që do t'ja dalim shumë shpejt. Gjatë 2 ditëve të festivalit u mbajtën edhe disa biseda në formatin e paneleve me autorë të ndryshëm, nga të cilët do të veçonim Ardian Vebiun, Rita Petron, Klodi Radën, Aida Baren, Ermal Nuren dhe Pashko Camajn. Nga komuniteti, Ardian Radovicka paraqiti për herë të parë në Kanada një roman të babait të tij, kurse Shkëndije i Bishi zhvilloi një seancë leximi për fëmijët e vegjël. Një hapësirë e posaçme recitimesh ju kushtua edhe poezisë shqiptare. Albanian Canadian Development Alternative, ca vite përpara mendoi që projekti më i madh për shqiptarët këtu do jetë një festival libër për ata lidhjen komunitetin shqiptar me letërsinë. Se letërsia është në qendësinë e gjithë kombeve. Është në qendër në përthamën e kombeve. Sepse në fund fare si thosh prek temat më madhore që një komb përjeton. Në ana tjetër është një ndërlidhje e gjuhës, sepse ne jetojmë në Amerikën e Veriut ku fare mirë, domethënë ti humbet gjuhën dhe me humbjen e gjuhës natyrisht humb një pjesë të identitetit. Pra domethënë është pikërisht ky projekt i cili e sjell përpiqet të mbushë këtë hapësirë që mund të krijohet, këtë kanal që mund të krijohet te komuniteti shqiptar, hapësirën shpirtërore. Është kënaqësi shumë e madhe të jem pjesë e këtij festivali libri që zhvillohet këtu dhe duhet falenderuar me thënë të drejtën organizatorët ACDA-ja dhe po bëjmë përpjekje të jashtëzakonshme për të mbajtur gjallë kulturën shqipe, librin shqip dhe për të ruajtur themi lidhjen me rrënjët, me identitetin e tyre kulturor, me identitetin e tyre edhe shpirtëror, themi Shqipërinë. Kështu që unë me thënë të drejtën nuk kam ardhur vetëm si përkthyese në këtë takim, sepse dëshira ime më e madhe është, sidomos në 2 vitet e fundit që mbasi kam hapur agjencinë letrare, është zgjerimi i kufive të letërsisë shqipe. Agjencia letrare ka si qëllim prezantimin e autorëve shqiptar, edhe ata që shkruajnë në gjuhë të huaja, por sidomos ata që shkruajnë në shqip, dhe këtu kam parë shumë autorë shqiptar që jetojnë këtu, por që shkruajnë ende në gjuhën shqipe, dhe kjo është, themi, një marrëdhënie shumë e bukur me Shqipërinë. Por gjithë problemi më i madh i letërsisë shqipe është çarja e kufive. Si mundet që letërsia shqipe të kapërcej kufi, të njihet në botë?
Dhe kjo ka pasur vështirësi dhe ka vështirësi shumë të mëdha. E para sepse jemi një komb shumë i vogël, jemi një gjuhë shumë i vogël. Përkthyes kemi shumë pak, janë me gishtat e njërës dorë mund të numërohen, dhe mbi të gjitha shpresoj shumë që Ministria e Kulturës, Qendra e Librit të fillojnë ta shohin më me vëmendje mënyrën se si duhet çuar libri shqip në botë. Deri tani çfarë është bërë dhe çfarë është botuar kanë qenë, si thua, nga vullneti i mirë i vetë autorëve, dëshira e mirë për të botuar jashtë, si thua, janë përpjekje individuale. Unë shpresoj shumë që nëpërmjet agjencisë letrare të arrijmë atë që bota e ka tashmë. Autori të ketë një përfaqësim dinjitoz, që autori të shkruaj dhe agjenti letrar të merret me pjesën e tjetër të punës, domethënë të lidhjeve, të komunikimeve, të lobimeve mbi të gjitha, sepse kam përshtypjen që ne si vend i vogël kemi nevojë për një bashkim forcash dhe një lobim të jashtëzakonshëm. Padyshim që është një arritje shumë e madhe e komunitetit. Do të përgëzoj veçanërisht zotin Rudin Takli dhe shumë vullnetar që kanë ardhur këtu, shikoj edhe shkrimtar, domethënë që janë angazhuar edhe si vullnetar, për shembull si Kristaj Turtulli, apo autorë të tjerë shqiptarë që janë të gatshëm të japin ndihmën e tyre edhe fizikisht. Dhe shikoj që edhe pjesëmarrja e komunitetit po rritet nga ora në orë. Planet për botimet të reja, keni diçka në dorë? Po, sapo kam marrë një lajm të gëzuar nga Mosaic Press, një nga shtëpitë botuese kanadeze, dhe zoti Howard Astor. Bëhet fjalë për një përmbledhje me tregimin anglisht, The Edge and Beyond. Ata janë në proces botimi. Shpresoj që do të takojmë përsëri në qershor për të bërë, domethënë, book launch të këtij libri. Të shkruash është e vështirë, por më e vështirë është të botosh. Pse është më e vështirë të botosh? Për shembull, ne s'kemi mundësi, nuk kemi shtëpi botuese këtu. Ne duhet të vëmë në Shqipëri. Duhet të lidhemi me botues në Shqipëri, të cilët dhe e paguajmë goxha lek para të botosh një libër. Për shembull, kanë botuar shumë libra në Shqipëri dhe kanë paguar shumë para. Sepse këtu s'ka shtëpi botuese, por tani fatmirësisht është krijuar Amazoni. Dhe unë kam botuar shumë libra në Shqipëri, kam botuar shumë libra në Kosovë. Dhe të jemi sinqertë, mua Kosova më ka suportuar më shumë se Shqipëria. Unë mendoj që ishte shumë mirë, është hera e parë që kam ardhur në një festival librit dhe ishte shumë mirë. Sa e kuptova, ishte në rreth 3000 tituj të librit dhe kishte mysafirë të ftuar shumë. Po ju vetë si lexues, po dilni sot me në një libër të blerë? Besoj që po. Besoj kishte libra shumë edhe për mua do të ketë diçka. Zoti Mustaf, me çfarë librash po paraqiteni ju sot këtu si autor? Unë sot paraqitem këtu me 9 tituj të librave të mi, kryesisht në prozë që kam, reportazhe, sidomos dhe romani kam 4. Ju i botoni vetë këto, përballoni vetë shpenzimet e botimit, apo keni një shtëpi botuese që ju mbështet? Jo, faktikisht vetë të gjitha i kam bot me mbështetjen e familjes dhe ja dal disi, se nuk është edhe lehtë të botosh në këtë kohë. Kështu që jam i kënaqur nga familja, ata më ndihmojnë mua. E si e realizoni shpërndarjen e librit? Si shkon libri te lexuesi? Po zakonisht në pjesën më të madhe kaloj që në vendingje dhe atje për promovime, kështu njerëzit i marrin, tani kam shpërndar disa shtëpi kështu librari publike që janë dhe libri qarkullon mirë. Dhe jam i kënaqur. Ja sot për shembull në këtë festival unë e vlerësoj shumë se është njëri ndër ata që na bashkojnë, na sjellin këtu, se libri nuk ka vetëm një buaj në ngjyrë diçka, po libri ka vlerat e veta që duhet secili ta vlerësojë. Po nuk lexoj librin, nuk ka asgjë. Dhe unë kam kontributin tim për të ofruar librin këtë sot dhe ka qarkulluar mirë. Kam ardhur për të eksploruar sot. Pra, kam ardhur për të pa gjithë librat, kam ardhur jo me paramendim, pra e kam lënë të hapur atë mundësinë që ta gjej, po unë jam nëse do ta thoj jam me qefli i librave historik, jam qefli i librave me tema fetare dhe i klasikëve, që më pëlqejnë shumë. Pra atë do ta kem vëmendjen ndoshta. Ky është
festivali i dytë i librit shqip në Toronto. Keni një mendim, një vlerësim ose një kritik për organizatorët? Jo, kritik jo, para punës, sepse unë shoh që këtu është bëj një punë e jashtëzakonshme. Pra unë kur shoh këto vullnetarë këtu i lirë, domethënë mund mahnitem nga njerëz që marrin nga koha vet, nga familjet e veta për të mundsuar një aktivitet si ky që është shumë i domosdoshëm për komunitetin tonë. Kritiku nuk kam, unë kam vetëm vlerësim për ata, mirënjohje për punën e përkushtimin për ta mundsuar këtë aktivitet. Është nevojë e jashtëzakonshme që ne si komunitet, sidomos brezëri, të ketë kontakt me librin. Pra, ju e dini që është epoka digjitale, fëmijët janë me telefona në dorë. Sa më shumë që fëmijët na shohin me libra në dorë, aq më tepër afrohen tek libri dhe aq më tepër thellohen në atë që është brumosja dhe benefitet që ka të lexuarit edhe librin vetvete. Vetë ti me fëmijët e tu si e zgjidh këtë mungesë të madhe të shqiptarëve në diasporë që lindin edhe rrisin fëmijë të vegjël në një presion, në një turisni të madhe të anglishtes. Është betejë e përditshme. Pra nuk mund të them që un kam një formulë për këtë se si bëhet. Është betejë e përditshme, është në fundit është konkurrencë. Pra do konkurrosh me televizorin, me iPadin, me telefonin, me të gjitha mjetet digjitale. Siç thash, mënyra e më e mirë që fëmia ty të shohë të kënaqur, të përmbushur duke lexuar libër. Unë besoj që nëse ne japim këtë lloj kulture fëmijëve dhe ata na shohin të kënaqur, besoj që vetiu do të tërhiqen te leximet e librat. Tjetër që unë bëj me fjalë shumë që unë i vendos objektiva. Për shembull i them vajzës ti ke për lexuar deri në fund të semestrit X numër librash. Edhe ka funksionuar dhe kam vënë re që sa më tepër fëmijët lexojnë, aq më tepër ata kanë dëshirë për lexuar. Si thua, oreksi vjen duke ngrënë, thot populli, kështu që edhe në rastin e leximit, kjo besoj që është e vërtetë. Çfarë ka kjo stenda juaj? Librat autorëve shqiptar-amerikan, librat të shqiptarëve të Kosovës. Më saktë Luginës së Preshevës, kemi një autor nga Bujanoci. Mustafi Ismaili. Korrekt, dhe gjithashtu Pashko Camaj është një autor shqiptar-amerikan me veprën e tij në anglisht. Është vërtet një kënaqësi dhe krenari, me thënë drejtën, që ja arritëm kësaj dite dhe shoqata Akta ka bërë një punë të përsosur sot, jo vetëm me organizimin e librave dhe të stendave që njerëzit mund të marrin pjesë, por edhe me intervistat, me median si puna juaj, sepse kështu i hapet sa më shumë lajmi dhe njerëzit të rritën pjesëmarrësit në organizime të tilla, por edhe programi që kishin me recitimet dhe me komplet autorët shqiptar të bën të ndjesh krenar. Tashti ekziston mundësia që fëmijët të mësojnë më mirë shqip, të përdorin shqip, të edukohen në shqip dhe të lexojnë shqip, sepse për mendimin tim gjuha është shpirti i një kombi. Juve për çfarë libra ishit të interesuar sot? Kombinim, sigurisht, unë bleva librin e Zotit Kristaq Tutulli, por edhe sepse jam e apasionuar mbas luftës së dytë botërore, kështu që mora një përkthim, një grua në Berlin dhe kjo tjetra është Roba Qepsja e Parisit, sepse siç e di ti, gjyqej me ka qenë Roba Qepse. Me atë kemi jetuar dhe mbijetuar dhe desha patjetër ta bleja. Por do mundon blej dhe ca libra për fëmijë, që nëse vazhdojmë sezonin e dytë të programit, do blejmë ca libra. Reshat Ago, një nga ndjekësit e hershëm të pasqyrës shqiptare, sot në cilësinë e një lexuesi pjesëmarrës këtu në Panair, me çfarë përshtypjesh po largoheni sot? Është një ngjarje rrallë që ndodh tani, sepse jeta është mjaft e ngarkuar me komunitetin këtu, por gjithë kë Panair libri shqiptar këtu, me gjithë pjesëmarrësit, edhe me aktivitetin e bukur të fëmijëve, me recitimet e tyre me autorët më të mëdhenj që ka Shqipëria, ishte një ngjarje e shënuar që uroj që të vazhdoj traditën e të përsëritet edhe herë të tjera për të mirën e komunitetit, për të mirën e Shqipërisë. Për çfarë lloj letërsie ose në përgjithësi për çfarë lloj libri jeni ju të interesuar? Sigurisht, unë jam interesuar për librat e të madhit Kadare, i cili nuk është më në këtë botë, po do të jetoj tërkohë në historinë edhe në kujtesën e kombit. Mora libra që me fjali që nuk i kisha më parë, po edhe autorë të tjerë që ka Shqipëria, këtu ishin të bollshëm me fjalë, edhe u kënaqem me gjithë aktivitetin. Ishte një mundësi që na ofrua nga Fondacioni Acta, i cili bëri dhe organizimin e këtij panairi të librit.
edhe mbështetja e institucioneve përfaqësuese të shtetit shqiptar, ambasada shqiptare, na mundsoi që të jemi të pranishëm në këtë eveniment. Është një kënaqësi e veçantë që vjen kur shikoni që njerëzit janë të interesuar dhe puna që ju bëni në fushën e kulumtimeve dhe kërkimeve gjen përgjigje tek interesimi i tyre, aq më shumë kur ky interesim është i afërt me kohën në cilën ju punoni. Me këtë rast patëm mundësi që edhe të paraqesim projektin që kemi punuar bashkë me ACDA, me shoqatën e Alternativa Shqiptaro-Kanadeze, e cila është projekti i dokumente për Shqipërinë dhe shqiptarët, i cili synon që të shqipëroj dokumentat të cilat ndodhen në arkivin Osman të Stambollit nëpërmjet katalogëve të ndryshëm, një projekt që shkon deri në 15 vëllime. Në këtë fazë të punës jemi, ne kemi realizuar vetëm shqipërimin e katalogut, në mënyrë që ata cilët janë të interesuar për dokumenta që ndodhen në arkivin e Stambollit, tashmë të kenë edhe një udhërëfyes, një tregues në gjuhën shqipe që u tregon për dosjet, dokumentet dhe përmbajtjen e tyre. Unë jam shumë i kënaqur, ishte një dy ditë mrekullueshme, nuk e nihja kaq afër këtë komunitet, as mbreslenës, as jam i kënaqur, as kam kaluar një dy ditë mrekullueshme që përsëri pres të shtirë të kthejmë përsëri këtu në Toronto për diçka të tillë, sepse ka një komunitet jashtëzakonisht i pasur shqiptar në çdo aspekt dhe kjo sot e konfirmon për mua dhe është një kënaqësi e veçantë. Beti, si e ftuar speciale në këtë festival libri këtu në Toronto, keni ardhur nga Tirana në cilësinë e një gazetare të një televizioni mjaft të njohur atje. Cila është përshtypja juaj për organizimin dhe për komunitetin tonë këtu? Përshtypja është e shkëlqyer, qoftë për organizimin, qoftë edhe për komunitetin shqiptar që është kaq i bashkuar, kaq në unison edhe kaq në harmoni. Një pjesë e madhe e bashkëdhetarëve tanë që jetojnë këtu në Toronto kanë shumë vite që janë larguar, ndoshta 20-25 vjet, ka edhe 30 vjet, megjithatë shoh që e kanë atë ndjenjën e të qenit bashkë, organizimit, ndjenjën e përkatësisë shqiptare, kaq të fortë sa që të vjen vërtet mirë dhe ndjen kënaqësi se sa bukur e kanë ruajtur gjithçka, edhe pse Kanadaja është një vend kaq i madh, një vend që të përpinë edhe tek e fundit hyn në atë rutinën e ditës edhe nuk ke shumë kohë të merresh me rrënjtë e tua, me jetën që ke lënë pas krave në Shqipëri. Por gjithsesi organizime të tilla ndihmojnë për të mbajtur gjallë një frymë dhe një traditë që shqiptarët në fakt kanë ditur ta ruajnë ndër shekuj, po të kemi parasysh se çfarë ka ndodhur me Arbëreshët. Këndvështrimi i organizatorit dhe menaxherit thuaç ACDA është e kënaqur me këtë edicion? Unë do thoya që ne jemi plotësisht të kënaqur si ACDA, sepse komiteti na u bashkua e përqafoi eventin dhe erdhi këtu bashkë me ne në këtë fundjavë, kaloi orë të tëra dhe u takua me njëri tjetrin. Ajo që unë e pam është që njerëzit përqafonin njëri tjetrin, bisedonin për librat, letrat, por jo vetëm, bisedonin dhe për të shkuarën e tyre, ka histori të mrekullueshme që unë kam dëgjuar sot nga të gjithë pjesëmarrësit, kanë takuar individ që i kanë njohur në Shqipëri, individ që mund t'i kanë takuar në Toronto, por kanë humbur gjurmët dhe sot janë ritakuar. Kështu që ky është një vend takim zemrash, është një vend takim që flet shumë, flet shqip, dhe flet me shpirt. Kështu që unë mendoj që ACDA i ka arritur pritshmëritë. Kemi parë një komunitet të shëndetshëm, kemi parë një komunitet që vazhdon dhe dashuron fjalën shqip, vazhdon dhe dashuron librin, vazhdon dhe shpërfaq intelektualizmin e tij, duke ardhur, duke marrë pjesë në këto evente dhe duke na mbështetur, ne dhe gjithë grupin e vullnetarëve që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme këtu. Pikërisht për këta dhe për të tjerë do doja t'ju pyesja në nivel bashkëpunimi, bashkëpunëtorësh, cilët do të dëshironit që të falenderonit sot? Ka një listë shumë të gjatë, sponsorat tanë kanë qenë aty me ne edhe janë falenderime që ne nuk mund t'i listojmë të gjithë sponsorat patjetër, por ajo që unë mund të hiqa më një anë është pikërisht vullnetarët, siç e përmenda. Do të veçoja Marley's Got Talent dhe të gjithë grupin e prindërve dhe fëmijëve që na u bashkuan në stenda si vullnetar, por edhe në koncertin e organizuar për fëmijë. Do të veçoja R&H Scholarship me pjesëmarrjen e tyre dhe me mbështetjen e jashtëzakonshme që na kanë dhënë, si dhe të gjithë
vullnetarët të cilët kanë ardhur individualisht, thjesht janë përgjigjur thirrjes son, realisht kanë ndjekur thirrjen e rrënjve të tyre. Një tjetër falënderim shkon për ambasadën shqiptare në Kanada, e cila ka mbështetur me pjesëmarrjen e shkrimtarëve, me organizimin e dhënies së vizave në kohë rekord, do të thoja, dhe mbështetjen e tyre për të ardhur këtu, si dhe ambasadën e Republikës së Kosovës në Kanada, e cila gjithashtu ka shprehur mbështetjen dhe kontributin e saj për këtë organizim. Falenderoj shumë edhe për gëzime. Ka qenë kënaqësi, ju falenderojmë dhe ju dhe të gjithë mediat shqipfolse në Kanada, të cilat na kanë mbështetur jashtëzakonisht shumë. Pasqyra shqiptare ka qenë një mbështetje jashtëzakonshme për ne, ndaj ju falenderojmë që jeni gjithmonë pranë komunitetit, pranë zërit që flet shqip. Faleminderit.